Përshëndetje, sapo janë nisur grupet e para të fëmijëve nga shkolla Gustav Mahler për klasat e dyta dhe klasat e tjera që ditën e sotshme do të jenë ekskursion. Nga mëngjesi i sotshëm ne kemi qenë pranë shkollës për të suportuar nxënësit tanë, por kryesisht sot do të jemi aty sepse nxënësit tanë të klasave të pesa do të zhvillojnë provimin e paravanaf. Ashtu siç e kemi traditë virtyshmërie, do të jemi aty për t'i suportuar dhe mbështetur. Do të jemi aty për t'ju mbajtur të informuar. Jemi Time Center, jemi krau juaj. Ju urojmë një ditë të bukur. Suksese të gjithë nxënësve sot. Vazhdojmë të jemi këtu në ambientet e shkollës Gustav Mahler, ku po vazhdon provimi para vanaf. Me nxënësit e klasave të pesa, do t'i presim kur ata të dalin. Për të gjithë prindrit, ju njoftojmë, rini të qetë sepse sot do t'i marrim sërish ne, ashtu siç është traditë. Menjëherë, sapo nxënësit të vinë nga para provimit, do të vazhdojnë në institucion dhe ne do të marrim përshtypjet dhe rezultatet e para se si ka qenë provimi. E njëjta gjë funksionon dhe për nxënësit që ka qenë në ekskursion. Në momentin që do vinë nga ekskursioni, do t'i marrë stafi i Time Center. Qëndroni në kontakt, na ndiqni në të gjitha rrjetet dhe kanalin tonë zyrtar të YouTube-it. Si ishte provimi? Sapo ka përfunduar provimi vanafit dhe nxënësit kanë ardhur në institucion. Ishim aty moment pas momenti, ju kemi mbajtur të informuar në rrjetet tona sociale dhe në të gjitha kontaktet tona zyrtare minut pas minuti me atë çfarë ndodhi sot. Që mëngjesin e sotshëm, duke filluar nga ora 7:30, kemi qenë aty për të bërë atë që ne kemi traditë virtyshmërie, të suportojmë fëmijët tanë. Ishim aty dhe suportuam fillimisht të gjithë nxënësit që shkuan në ekskursion, informuam prindrit për nxënësit që shkuan në ekskursion për klasat e dyta e me radhë, dhe më pas vazhduam me nxënësit që do të shkonin sot në shkollë për të bërë provimin e paravanafit. Ishim aty, i këshilluam, i suportuam, i mbështetëm, i përqafuam dhe i uruam, dhe ishim aty deri në momentin e fundit kur ata hynë në klasë në grupet të organizuara sipas listës emërore. Qëndruam dhe i pritëm derisa dolën nga provimi, dolën nga paraprovimi dhe morëm emocionet e para të cilat tashmë ju i keni parë në rrjetet sociale. Ju informuam në të gjitha kontaktet e mundshme që ju të ishit sa më të qetë. Bëm atë që e kemi traditë virtyshmërie, të suportojmë dhe të jemi krau juaj. E kemi bërë ndër vite, e kemi bërë me ditën e parë të shkollës, e kemi bërë me provimet, me traditën e provimeve të vanafit apo provimet e ndryshme, e kemi bërë me ngjarjet e ndryshme madhore që shkolla ka pasur, me konkursa apo olimpiada apo aktivitetet të ndryshme. E kemi bërë në raste të jashtëzakonshme, e kemi bërë në raste alarmante dhe do vazhdojmë ta bëjmë sepse jemi Time Center. Nuk jemi një qendër që jemi krijuar se ju nuk keni ku ta lini fëmijën, por jemi krijuar për të edukuar qytetarin e nesër. Zgjedhja juaj sot përcakton të ardhmen e fëmijës suaj nesër. Zgjidhni me kujdes. Jemi Time Center, kur themi standard, informim, përkraje, mbështetje, cilësi, zgjedhim Time Center. Kur themi passhkollor, themi Time Center. Ju rikujtojmë që po vazhdojmë regjistrimet për të gjitha ciklet dhe programin tonë të studimit passhkollor. Po vazhdojmë regjistrimet për ciklin qerdhe, kopsh, parashkollor, programin e studimit passhkollor, kurset profesionale, gjuhë të huaja, informatik, arte, sporte, arktim e me radhë. Nga 1 qershori fillojmë me sezonin veror dhe po nga 1 qershori do të fillojmë me kampin veror, ndërkohë që vazhdojmë me ofertën sezonale. Të mësosh kur nuk është vonë. Ju urojmë një ditë të mbarë, suksese të gjithë fëmijëve sot. Do të jemi aty dhe në 21 maj, do të jemi aty gjithmonë, për ata dhe të vetmit, dritën tuaj të syrit, frymëzimin ton, besimin tuaj, përgjegjësinë ton. Jemi Time Center.